Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takojmë sërish edhe në këtë javë. Në muajt e fundit, një emër po dëgjohet gjithnjë më shpesh në bisedat për shëndetin dhe humbjen e peshës. E ai është Ozempic. Nga rrjetet sociale të diskutimet në studio televizive, kjo barë është rikthyer në një diskutim global. Shpesh herë e shoqëruar me pritshmëri të larta, por edhe me shqetësime më serioze. Për të diskutuar për këtë çështje kam të ftuar në studio farmacisën Pranvera Osmani. Pranvera, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit shumë për ftesën. Pranvera, fillimisht kemi dëgjuar edhe kohëve të fundit që po përdoret në mënyrë të jashtëzakonshme Ozempiku. Apo a mundesh saktësisht më na tregu çfarë është dhe për çfarë po përdoret? Atëherë, Ozempic është emër i një substance që në vete është semaglutid. Ajo është e dedikume, është e formulume dhe është e certifikume për trajtimin e diabetit tipi 2, konkretisht do të thotë menaxhimin e sheqerit në gjak, por edhe të personave që jetojnë me obezitetin. Pra, është semaglutid molekula, ajo vepron në trup sikur një hormon që e ka trupi që kur konsumojmë ushqim, lirohet edhe ajo ul realisht edhe zvoglon, themi, apetitin, zvoglon gjithashtu atë periudhën realisht e rrit kohën e qëndrimit të ushqimit në stomak, edhe njëkohësisht e rregullon sheqerin. Pra është e dedikume, është e formulume dhe është i certifikume për trajtimin e pacientave me diabetin tip 2 dhe obezitetin. Pa janë të vërteta këto pretendimet që kanë efekte anësore, pra Ozempiku dëmton kockat, nyjet, a janë pretendime të sakta këto? Arjet çdo medikament që mirët, qoftë edhe një paracetamol, nëse te i kalohen ato dozat që rekomandueshme ditore, ajo mundet me shkaktu për shembull mëlçin. Kështu që edhe Ozempiku, nëse mirët fatkeqësisht sot po përdoret shumë edhe për pamje, për look, për estetik, të thëmë me humb peshë, nëse përdoret pa ato dy indikacionet, ka tendenca me pas efekte anësore. Tash, a ka direkt ndikim në këto me kocka ose konkretisht, unë nuk kam lexuar ndonjë hulumtim që është bërë mbi atë, por çka ndodh që kur përdoret Ozempiku, ne realisht trupi mundet me dehidru, e që ndoshta pastaj aty ndjejmë ndoshta një lodhje, molisje, edhe ndjejmë ndoshta edhe ato dhimbjet e nyjeve ose eshtrave në përgjithësi trupit, edhe mandej munden me u kriju vetëm hipoteza prej njerëzve ose kesh informime që fatkeqësisht po vinë edhe prej rrjeteve sociale. Kështu që konkretisht diçka nuk është që kam lexuar që mundet me pas ndikim në dëmtimin. Po ndonjë organ të trupit a mund ta dëmtoj? Organ konkretisht traktin gastrointestinal, do shta komplet të fillu prej lukthit deri te zorët komplet, por këto mund paraqiten të disa pacienta, të disa tjerë mundën edhe mos me u paraqit, për shembull si të vjellura ose mundet diare me shkaktu ose mundet konstipacion në disa raste, po do të thotë ka të bëj komplet traktin gastrointestinal. Kështu që edhe këtu nuk ka evidencë konkrete që një organ mundet mu ataku. Këtu në rastin tash vetëm parimisht po e them qysh funksionon, këtu nuk konsumojmë, do të thotë nuk hajmë ushqim, nuk pim ujë, edhe çka mundet mu afektu ndoshta është edhe veshka, s'mundet mu kry funksioni i veshkës ashtu që duhet pa ujë, kështu që potencialisht mundet ndoshta veshka me u afektu, po nuk ka evidente diçka, nuk ka konkrete diçka që e thojnë shkenca. A duhet ta përdorin këtë barë, do më thonë vetëm persona që janë diabetik dhe përdorin Ozempikut, apo ka dhe persona të tjerë që nuk janë të rrezikuar nga një sëmundje, mund të themi ashtu, po prapë përdorin? E para, Ozempiku duhet më u përdor vetëm kur përshkruhet prej mjekut specialist që është endokrinologu. Ai është kompetent me përshkru. Ai e din që kur duhet më u përshkru, që e tham është rasti diabetit ose obezitetit. Sot po përdoret shumë për pamje fizike,
me humb peshë shumë shpejt, se njerëzit janë të prirur me përdor gjithçka e cila çon në humbjen e peshës, po nuk është mirë të përdoret për atë. Nuk është mirë të mirët pa përshkrimin e mjekut, sepse mjeku është ai që vlerëson a mundet një trup me përdor Ozempikun apo jo. Kemi raste kur kanë edhe diabet tipi 2, kur janë edhe obez, por mjeku konstaton që ai pacient nuk mundet me përdor Ozempikun për shkak ndoshta të një historie familjare që ka mundësi me pas një kancer ndoshta të gjandrës tiroide ose kancer potencialisht tjetër, kështu që në këto raste janë do me thënë, në këto raste nuk indikohet. Do me thënë, kjo është një prej arsyeve që po e them, që pacienti nuk duhet me përdor sepse rrezikon shëndetin. Nuk ka siguri. Kur kush nuk mundet me të siguru, pastaj që nuk mundesh me pas dame prej përdorimit të Ozempikut. Po për përdorimin e Ozempikut, a ka doza të caktuara që mund të themi mund të përdoret kaq miligram ose pak më shumë ose pak në një dozë më të vogël që ndoshta edhe nuk çon menjëherë në humbje të peshës ose kur e ka atë kohën që mundet me reagu? Ozempikun edhe dozën që duhet me përdor e përcakton specialisti, mjeku. Si dozë iniciuese rekomandohet 0,25 ose 0,5 ml. Kjo është doza iniciuese që duhet bëhet. Edhe çdo javë pastaj konstaton mjeku a ka nevojë të shtohet, qysh po zhvillohet procesi brenda. Pra ai nevojitet trupi të adaptohet pak me Ozempikun. Nuk mundemi ne qysh në start ta inicojmë dozën e 1 mg, sepse ajo në mënyrë radikale ul apetitin edhe nuk është në rregull edhe apetiti ndoshta të ulet në mënyrë radikale, sepse trupit i nevojitën lëndë ushqyese. Patjetër ne nuk mund të funksionojmë pa ushqim. Mund të pas marramendje ose diçka tjetër që mund të ndodhë personit. Eksakt, zhvillojnë probleme tjera shëndetësore. Kështu që ndjesh i lodhur, nuk i energji, nuk mundesh me funksionu në jetën e përditshme. Kështu që patjetër që duhet të përcaktohet doza. Pastaj mjeku të pa se si po adaptohet trupi edhe në bazë të nevojave, në bazë të targetit ku dojna me mri, sa pesh do me hu pacienti, do me thënë mjeku shkon edhe rrit dozimin e Ozempikut. Do të thotë që ka janë formulime në doza të ndryshme, tek ne në treg ndodhet vetëm doza 1 mg, mirë po duhet kenë kujdes shumë edhe në mënyrën qysh me aplikus dozën fillestare. Po nëse një dozë mund të themi ashtu harrohet nga personi që e përdor, ose përdoret gabimisht në kohën jo të duhur, mund të themi ashtu, çfarë ndodh me atë person? Dozat që e harruara nuk duhet të mirën, duhet vazhdohen në ditët tjera pastaj, do të thotë nuk duhesh me zaventsu, ose me marr 2 doza se e kom harruar atë të djeshit. Kjo s'duhet me ndodh, duhesh me vazhdu me marr, pra gjithmonë me pas kujdes. Mos harrojmë, nuk është efekti, mrekullia nuk bëhet brenda javës, se realisht kjo mirët një herë në javë, do të thonë nuk mirët çdo ditë, injektohet një herë në javë, por duhet kemi kujdes, nëse kemi harru dozën, patjetër konsultohen edhe me farmacistin. Po ata farmacist mund të themi ashtu jo në mënyrë të madhe ose në mënyrë të vogël, mund të themi i kemi ato farmacitë të ndryshme të cilat po e shesin këtë barën. Çfarë mund të thuash për këtë pjesë sepse po shiten në mënyrë ilegale, mund të themi jo edhe në mënyrë vetëm një person mund ta shkojë ta blej pa një recetë mjekut. Më vjen keq nëse ka kolegë që e shesin Ozempikun edhe pa recetën e mjekut. Shumë vjen keq, se kjo nuk duhet me ndodhë, është e kundërlidhshme e para e punës. E dyta është edhe kundër etikës profesionale. Edhe treta ndoshta vjen keq që po them, por gjithmonë kur një medikament trendi i përdorimit është në rritje shumë, gjithmonë ka tendenca që edhe kompanitë ndryshme të prodhojnë ndoshta formate falso t'i quaj, të cilat shiten edhe me çmime të ndryshme, sepse ky është medikament që ka kosto gjatë të lartë të shitjes. Po është rreth 85 euro, 84 euro e 85 cent është në shitje. Kështu që është kosto e lartë edhe po hyn tregje edhe forma falso, të cilat pastaj dalin me çmime më të lira, pra krijojnë e destabilizojnë tregun këto, kështu që duhet gjithsesi të kemi kujdes këtu, por është produkt që duhet të shitet vetëm me recetën e mjekut. Po ndoshta kjo shitje vije edhe nga persona që po kanë ndikim tashmë edhe nga rrjetet sociale ose ata personat më të famshëm, mund të themi që mund ta përdorin këtë vetëm për humbje peshe.
mund po m'vjen keq që po them, po ne jemi popull që influencuami shumë lehtë, keq po m'vjen që po them. E dyta, asnjë trup nuk është një njëjtë. Asnjë organizëm nuk është i njëjtë. Çfarë smundje mundet me pas pranvera, ju nuk mundeni me pas. Do të thonë, edhe interaksionet me barnat pastaj në bazë gjendjes time të organizmit edhe tëndës janë të ndryshme, edhe interaksionet me barnat të ndryshme. Kështu që nuk duhet të influencohemi për produkte të cilat duhet t'i përshkruan mjeku, sepse damet edhe rreziku mund të jetë shumë i madh. Potencialisht ne mund të kemi ndoshta një problem me një smundje të gjandrës tiroide, të cilën nuk e kemi të diagnostikuar. E në atë rast ne bëjmë më shumë dëm se sa pesha që do ta humbim. Nuk është lehtë me humb peshë, e kuptoj që është e vështirë me humb peshë, por nuk është Ozempiku zgjedhja e vetme për me humb peshën. Njëherë duhet të tentojmë ndoshta me forma vetëm të ushqimit. Ka njerëz kompetent që japin këshilla për këtë punë, që rekomandojnë. Duhet ta kuptojmë një gjë që duhet të shtohet aktiviteti fizik. Duhet të hidratohemi, të pim ujë mjaftueshëm gjatë ditës. Për shembull, gjumi është shumë i rëndësishëm edhe për humbjen e peshës. Duhet mesatarisht 7 deri në 9 orë të bëjmë gjumë të mirë. Edhe të ushqehemi shëndetshëm, të eliminojmë ushqimet fast food, ushqimet me sheqer, pijet e gazume, çokolladat ose sheqerin e shtumë, ta zvoglojmë, nuk po them kur është e pamundur, nuk po them totalisht me i largu prej menys, po të paktën ta ulim konsumin e këtyre ushqimeve. Edhe kjo pastaj çon në humbje të peshës. Do të mos ta shohim Ozempikun si magji. Sa shpejt ki me humb peshën, si të ndërprehet Ozempiku, peshën keni me kthy prapë, se nuk ka aty qëndrueshmëri. Njerëz pastaj po zhvillojnë, kom pa shumë raste që pas përdorimit të Ozempikut, për shembull, nuk konsumojnë ushqime, shumë radhë dhe një racion, se s'kan apetit edhe një racion, mendzi e konsumojnë, po ajo nuk është zgjidhja. Trupit i nevojitet ushqim, i nevojitet energji me funksionu. Aty pastaj ne kalojmë në mungesë të shumë vitaminave dhe të mineraleve, që pastaj kur ato i mungojnë trupit, zhvillohen smundjet e tjera. Realisht na po bëjmë diçka për një llok të mirë, po kontribuojmë për llok të mirë, po damet mrena që nuk shihen prej jashtë, ato po i lojmë u zhvillu. Duhet vedisohemi në këtë kontekst. Me thonë, mos ta shohim Ozempikin zgjedhje parë. Ozempiku është zgjedhje shumë e mirë për pacientat me diabet tipi 2 edhe ata që kanë obezitet, gjithmonë në konsultim me endokrinolog. Po nëse keni dëgjuar tash e themet normal që janë në atë pjesën e ndalimit të plakës ose kancerin nga gjëndra tiroide që mund ta formoj, a janë të vërteta edhe këto, sepse kemi parë që qatë shumë është në përdorim kjo Ozempik, mund të themi ashtu sa që po shkon në forma të ndryshme të spekulimeve të ndryshme. Ozempiku po mendon kundër plakjes, anti-age, jo nuk është. Përkundrazi, Ozempiku krijon një humb pesh, lëkura shtrihet shumë, edhe ajo përkundrazi krijon një fytyrë ndoshta me më shumë rrudha, ose në trup me më shumë rrudha, edhe krijon një fytyrë më të lodhur, je më i lodhur, përkundrazi. S'ka të bëj Ozempiku me anti-age. Edhe pjesës tjetër, a ka ndikim në në formimin e kancerit në gjëndrat gjandrës tiroide. Këto disa studime që janë bërë në një studim ose dy që i kom lexuar që janë bërë në kafsh, ka pas ndikim në rritje pak të një tumorit të gjandrës tiroide, por ato duhet patjetër të konsultohen edhe me endokrinologun, ajo është që vendos atë përdoret apo jo. Kështu që duhet ketë kujdes se po, ka studim në kafsh që e jep këtë konkluzion. Kjo është arsyeja pse duhet kemi shumë kujdes. Po, jo vetëm Ozempikun, por me çdo medikament, mos përdor ato që nuk përdoren pa recetën e mjekut. Ndoshta edhe siç tha edhe më herët, procesi i humbjes së peshës e ka bërë të vështirë. Menjëherë shkon mendja aty ku mund të humbet pesha më shumë, po a ka ndonjë medikament që mund të përdoret pra për humbjen e peshës sa më shpejt ose në mënyrë graduale tek ata që dëshirojnë me rikthy format e tyre? Jo, nuk ka. I vetmi suplement që të ndihmon me humb peshë është aktivitet fizik, so edhe suplementet aktivitetin fizik e quaj, është deficiti kalorik. Deficit kalorik nënkupton me konsumu ma pak e me harxhu më shumë. Kjo është ajo. Hajmë ushqim ma pak, bëjmë aktivitet fizik, flajmë mjaftueshëm orë 7 deri në 9 orë gjumë për 24 orë, edhe hidrohemi mjaftueshëm.
këto janë komponentat e vetme, nuk ka suplement, nuk ka medikament. Ka pas përpara, po ato janë largu pi trekut, janë tërhek, ato nuk shiten më për shkak të çat shumë efekte anësore kanë shkaktuar në organizëm. Vonë është konstatu ato, edhe vonë është hek pi trekut. Do të thotë aktualisht nuk ka diçka, as nuk ka çaja që ta hupin peshën, as nuk ka suplemente. Ato mujnë me ndihmu trupit me shembull çajat e ndryshëm ndihmojnë. Ka atyre që po shiten online në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ato për humbjen e peshës. Ato nuk janë të dedikuara për humbjen e peshës. Ato janë diuretik, që do të thotë urinim më të shpesht. I flash out ose i qesim jashtë pa pastërtitë të trupit. E bëjmë një farë detoksifikimi përmes urinimit. Ato nuk shkrin masë yndyrore. Masën yndyrore e merr prej ushqimit edhe shkrihet vetëm kur harxhon energji. Kjo me harxhu energji është me hec e mu lodh mu djersit ose me shku me ushtru fitnes edhe mu djersit shumë mu lodh. Nuk ka pa lodh me hupesh, është e kotë. Se kam shumë pyetje që më shkruajnë, pyesin qysh me ul apetitin. Ishte aty personale është a keni ndonjë rast edhe ju specifikisht për këtë pjesë për me humb? Shumë. Unë i bëj edhe disa video edukative në rrjetet sociale për përdorimin e suplementeve. Domethënë pyetjet më të shpeshta që i kam shumë pyetje, po ato që arri me i pa është a ka diçka që ta ul apetitin, a ka diçka mu dupsu shpejt, a ka se s'po mojë në po ha, s'po mojë ose s'po ha. Kur nuk han, e hu peshën. Po kur han, nuk e hu peshën, veç kimi shtu hala ma shumë. Kështu që nga njëherë njerëzit edhe nuk hajnë ushqim, po dhe mos me hangër ushqim kjo nuk është në rregull, sepse trupi nuk hum peshë ka njëherë edhe kur nuk han hiç, sepse hen një farë rritet niveli i hormonit të stresit, i cili pastaj nuk lën me hum peshë. Kështu që duhet të konsumojmë ushqim, po duhet të konsumojmë ushqim i cili është të bën mirë trupit tënd. Se prap po kthehem te ajo që ju të gjithë trupat janë të njëjtë. Secili trup është ndryshe i ndërtuar edhe reagon ndryshe ndaj ushqimit dhe ndaj faktorëve të jashtëm. Kërkesat i keni nga pacientët për humbjen e peshës, po si ja bëni ato këshilla që i marrin nga ju, pra nëse dëshirojnë me përdor diçka pa recetë mjekut ose një vakt ushqimit, domethënë brenda një dite që mund ta bëjnë ose brenda një jave? Ne kërkojmë në shumicën e rasteve, kërkojmë edhe analiza, duhet me pa gjendjen e brendshme se si funksionon ai trup. Edhe marrja e vitaminës C në dozat në alta nuk është e mirë, sepse shkakton diare ose barkëqitje më thjesht. Edhe marrja e vitaminës D në doza të larta nuk është e mirë, se mundet me shkaktu dëme në arterje, në enët të gjakut. Kështu që patjetër kërkoj analiza të shohim si janë nivelet, në bazë të rezultateve pastaj vim në konkluzion a ka nevojë pacienti me përdor apo jo një suplement të caktuar. Po nëse përdoret Ozempiku të themi ashtu me një vitamin C, që ta ndihmojë ose me një vitamin tjetër që mund ta ndihmojë në trupin e tij, a mund të ketë ndonjë efekt më ndryshe se sa mund të përdoret vetëm Ozempiku si bën vet? Suplementet asnjëherë nuk mujnë me zaventsu ushqimin. Suplementet i ndihmojnë trupit, por jo sa i ndihmon ushqimi. Andaj, mos mendojnë njerëzit që po përdori Ozempikun edhe mandej po marr suplemente se pi animoj trupit mos të me kalu në deficit mandej të këtyre elementeve. Jo, asnjë suplement nuk e zaventson ushqimin. I ndihmon trupit, por jo qysh kish me ndihmu ushqimi kur të konsumohet. Është afat gjatë pra koha që mund të përdoret Ozempiku? Atë e përcakton vetëm mjeku, në bazë të asaj çka don me arrit me atë pacient. Me thonë bazë fillimisht përcaktohet sa peshë duhet humbet pacienti, pastaj shohin, analizojnë risket, i kanë edhe ata kalkulimet e tyre që i bën, kështu që atë e përcakton vetëm mjeku. Nuk mundesh me përdor Ozempikun, veç hajt të marr 3 muaj për përdori ti heki kam target 10 kg të përgatitna për këtë verë. Kështu që jo, kjo është shumë e gabueshme. Njerëzit mujnë me përdor edhe e kanë përdor, por pasojat do i shohin më vonë. Po a ka grup mosha të caktuara të cilat e përdorin? A ka të rinj që vinë te ju në farmaci dhe thojnë a mund ta përdor këtë në një kohë të caktuar, kam kaq vjet, a mund ta përdor, kam pa recetë mjekut ose me recetë? Jo, nuk kemi të rinj që vinë me kërku, më shkruajnë, plot më shkruajnë, po nuk vinë në barnatore se me kërku Ozempikun, posaçërisht moshat e reja, po ka raste kur edhe për moshat e reja kemi pas recetë përshkruame për endokrinologut, ka qenë obez shumë fëmijë, edhe në atë rast mjeku ka konsideru me fillu me Ozempik, por ashtu me arë në barnatore, jo, nuk kemi rast. Cilat janë ato grup moshat e caktuara, të cilat e përdorin Ozempikun? Janë të ndryshme, por kështu kërkesat njerëzve janë kryesisht moshat e mesme,
te ata kryesisht janë moshat e mesme, konsideroj 30, 40 deri në 50 që e përdorin edhe që realisht vinë e kërkojnë. Por a mendon që tashmë është bërë psiqike, mund të themi, edhe pjesa Ozempikut që mund ta përdorin, ma shumë ju ka kryer edhe si një ankth, si depresion, që gjithçysh dona me përdorën e Ozempikun për me humb peshë. Po pikrisht këtu është problemi se ne shëndeti fizik, sa e ka rëndësinë e vet, është edhe shëndeti mental. Këtu tani janë këto çrregullime të shëndetit mental, cilët njerëz i shtyn me mendu të një zgjedhje shumë më e lehtë. Ne derisa mendon në këtë formë, më mirë është mendojmë që mënyra natyrale është më e qëndrueshme. Peshën që kemi humb për 3 muaj, t'jeni të bindur ngadalë me aktivitet fizik, me ushqim ndoshta, me gjumë të mirë, t'jeni të bindur që ajo nuk do të rikthehet më. Edhe pastaj aty krijohet edhe një disiplinë e mirë për jetën. Bësh edhe model ndoshta i fëmijëve ose i rrethit tënd ose i kolektivit tënd. Kështu që pse mos të ndjellim në mendjen tonë diçka që është e natyrshme, diçka që mund të bëhesh, ndoshta mundet me ndiku të tjerë. Bëhu influencer në fundit. Të bëhemi influencer. Pse mos me dalë shembull nesër pranvera me thonë unë i kom hub 10 kg shembull për marr, tu shku në fitness, tu pas kujdes me ushqim, tu flajt mirë, tu mundu me bo një jetë shëndetshme. Ma shumë mendoj që kish me pas influencë një person i tillë nëse i rrit aktivitetet me promovu ma shumë një mënyrë të jetës ma të mirë, ma të shëndetshme, se sa direkt me Ozempik. Pasojat e Ozempikut ka dhe prej atyre influencirave që vetë se e thojnë me përdor, ose ka prej atyre personave që vetë se e marrin, ndoshta e marrin vetë falat Ozempikun dhe dëshirojnë me shit në atë mënyrën jashtëzakonshme. Kjo nuk lejohet ligjërisht bëhet. Unë mendoj që nuk ka kështu njerëz që ndoshta edhe ka unë si kom pa, por mendoj që kjo nuk lejohet ligjërisht, edhe nuk ish dashme u leju një gjë e tillë, nëse e shohim diku bile duhet të raportohet, sepse barnat e cilat hipen me përshkrimin e mjekut nuk lejohen të promovohen në këtë formë, por prap na po jetojmë në Kosovë, sot fatkeqësisht po e them, qasja në rrjetet sociale është shumë e lehtë, edhe fëmijëve 5 vjet, edhe plakut ose plakës plus 80 vjet, qasjen informata e kanë të njëjtë në video rilsa, se me lexu nuk lexojnë, e kuptoj që është më e lodhshme me lexu, po këto rilsat po janë shumë të interesit madh me u ndjek, se po janë të shkurta dhe drejt në temë. Por duhet kemi kujdes të shohim kush është burimi i informacionit, kush është personi që po e thot atë gjë me Ozempikun. Mjafton me hi me pa profilin e tij, aty diçka shkruna, është farmacista, është as është kur gjë. Se fatkeqësisht edhe njerëzit që nuk kanë absolutisht asnjë përgatitje profesionale, dalin edhe flasin për tema të ndryshme, kjo nuk ka në rregull dhe nuk duhet lejojnë të rritet, nuk duhet të ndikohemi prej atyre njerëzve, kështu që duhet të kemi shumë kujdes, të jemi vigjilent për burimin e informacionit. Kush është personi që po e thot atë në TikTok ose në Instagram. Unë shumë shpesh mrena ditës ndodh 4-5 kërkesa i kom që vijnë pacientat me telefon, janë TikTokut, a e keni çet suplement, a e keni suplement, a e keni suplement. Kjo nuk duhet me u leju, me rrit besimin pacientat tek ta persona. Kështu që duhet jemi shumë vigjilent, kush po thot, kush po na tregon çka me përdor. Pa ato konsulata që vinë, mund të themi me ChatGPT edhe me një farmacist ose nutricionist në rastin si që jeni ju, çfarë ju kishë këshillu pacientave që më para dëshirojnë edhe më konsultu tashmë veç me ChatGPT? Një rast, por një nga rastet që i kemi në barnator është edhe kjo se e qesin telefonin, është ChatGPT, edhe thonë, a i kishtë të suplemente. Edhe tash kur flasim me ta, thot, po se i tregova qatit për rastin tem, që shikom ku po më dhem, edhe a i më rekomandoj që të suplemente me i marë. Nuk është zgjedhja në chat. Qati mundet me të ofru ndoshta një zgjedhje të përgjithshme. Qati nuk e din çysh është gjendja jote. Asun nuk e di gjendjen tënde pa ardhur më konsultu së bashku. Pa e pa një pasqyrë të brendshme, ndoshta të gjakut ose me pa çysh është gjendja e nivelit të vitaminave ose të mineraleve. Jo të gjitha, se nuk thojna mi bu të gjitha, se s'është e nevojshme t'i bëjmë të gjitha, po këtyre elementareve. Do thotë, qati nuk i din ato.
edhe nëse i din, besomni që shumë shpesh i ngatron edhe leximin e rezultateve të analizave nuk është që e bën në mënyrën më të mirë të duhur. Kështu që ajo zgjedhje ndoshta e përgjithshme, ti mundesh me pyet çati ndoshta çka me bu mu dobësu, çati thot deficit kalorik, del hec, ta bën ndoshta një plan të përgjithshëm. Por planet e personalizume, tash nëse dojmë plane më të personalizume që ndoshta nuk e konsumoni x ushqim, 2x raste të ushqimeve, mund bëhen plane më të detajzume, fokusi vetëm në ushqimet që juve ju pëlqejnë, edhe ajo është pastaj tjetër. Aty duhet konsultohen me nutricionist ose person përgjithës, i cili është i përgatitur profesionalisht. Edhe duhet dihet pak edhe historia e familjes, duhet dihet pak edhe gjendja shëndetësore, a ka pacienti ndaj smundje tjetër, a përdor ndaj terapi tjetër, sepse mundet me pas ndikim shembull nëse kemi probleme me gjandër tiroide, ka ushqime që nuk rekomandohen me u përdor te këto raste te pacienta, ose nëse jeni me hipertension ose kanë për shembull nivel të lartë të kolesterolit në gjak, te ata pacienta duhet kemi kujdes për shembull me mishin e koq që ka shumë yndyrna, ose me këto yndyrnat e ndryshme, vajrat e ndryshme, te ata domethënë dallojnë rasti prej rastit. Për ata quhet edhe plan i personalizuar. Në bazë të gjendjes shëndetësore përgatitet edhe plani. Por njerëzit prapë po them janë të prirur ta marrin një të përgjithshme, diçka të përgjithshme, pastaj komentojnë, sa shumë ko maj dietë apo hiç kur çfarë efekti s'ka pas. Nuk keni maj dietë. Fjala dietë fillimisht kesh kuptuar dietë nuk kupton diçka që hahet edhe pihet. Atë që e konsumojmë quhet dietë. Nuk keni majt, domethënë nuk keni pas konsiderat çfarë ushqime po konsumoni. Kjo është arsyeja që ndoshta nuk keni dobësu. Se prapë po e them, a është e lehtë? Nuk është e lehtë. Është vështirë, duhesh me bë marrëveshje me veten tënde, me mendjen tënde, për me me fillu me eliminu ushqimet të cilat ndoshta abuzohet ose konsumohen në masë më të madhe dhe janë shumë kalorike. Pra mira, me qenë se ju jeni edhe në profesionin e nutricistës, prapë të themi mbas e lidhëm edhe këtë temë, cilat janë ato ushqime të duhura që mos të kalojmë direkt në Ozempic tek ata persona që dëshirojnë mu dobësu, cilat janë ato ushqime të duhura që duhet të konsumohen? Atëherë shkurt, thjesht po mundona me shpjegu, që t'jem më e qartë ndoshta edhe për ata që po na shikojnë. Ushqimet që neve fillimisht krijon depozit yndyror në trup janë karbohidratet kur hahen në masë më të madhe, ose edhe yndyrnat kur hahen në masë më të madhe. Do thonë gjithçka që hajmë, edhe proteina dhe mish me hangër shumë, trupi e përdor sa e përdor, mandej edhe ajo mundet me kalu me të kriju ndoshta energji tepër, të cila mundet me vonë mu akumulu si yndyr. Pra, sasia është ajo që ka rol të madh. Jo të abuzojmë me sasi, edhe bukën mundesh me konsumu kur bën aktivitet fizik, e hanë një copë bukë, nuk e hanë një gjysmë buke, se shqiptarët kanë qef, janë të prirur, kemi qef, se edhe unë jam shqiptare, edhe e di rrethi jem që konsumojmë ushqime, kemi qef edhe me makarona me hangër bukë, që s'duhet mu bu, se të dyjat kanë bazën e karbohidrateve. Ato karbohidrate që i konsumojmë andej në masë të madhe, ato janë realisht sheqerna, por në trupi përdor sa i nevojitë, edhe pastaj tjetrën sasi e depoziton si yndyr. Thot, po e vendosi këtu si yndyr. Kryesisht pastaj ndodh në pjesën e abdomenit pak më shumë edhe kështu shkon tu shtu. Kështu që me pas kujdes me karbohidratet, të kemi kujdes me yndyrnat, të referohemi më shumë në yndyrnat e shëndetshme. Yndyrët e shëndetshme që ndoshta sot mundet çdo shtëpi me pas është një vaj ullirit. Sot kemi në treg vajra të ullirit të mira, kualitative, me çmime prej mesatare se deri shumë të larta, kështu që edhe një familje me të hyra mesatare mundet me pas në kuzhinë një vaj të ullirit kualitativ. Të përdoret vaj ullirit ku kanë mundësi të shtohen ndoshta arrat janë shumë yndyrna të mira, bademi ka yndyrna të mira, të mundohemi të eliminojmë prej shtëpisë këto ushqimet me pijet për shembull me shumë sheqer, se ato thonë që janë pijet e frutave, po ato veç fruta nuk kanë, domethënë gjithçka tjetër kanë brenda, vetëm frut nuk kanë. Të largojmë fast foodet, të mundohemi të largojmë fast foodet, sepse ato përmbajnë shumë aditiv, shumë yndyrna, shumë sheqerna, të cilat pastaj depozitohen në organizëm. Të largojmë ushqimet yndyrnat e pashëndetshme, yndyrë e pashëndetshme, konkretisht po e përmeni është i kemi margarini, i kemi thonë, ato janë quhen trans yndyra, ato janë shumë të dëmshme, posaçërisht për njerëzit të cilët kanë smundje probleme me sistemin kardiovaskular ose me tension, me zemër, kështu që
të referohemi, të bëjmë fillimisht një detox kuzhinës, të eliminojmë çdo ushqime prej frigoriferit edhe prej kuzhinës, e pastaj kur i largon ato prej kuzhinës, bindeni me largu, disiplina krijon mandej edhe një mendësi, ndoshta me hyrë market edhe me ble ushqime që janë më pak të përpunume. Të orientohemi në sektorin e frutave dhe perimeve. Nuk po them që ato janë më të mirat, sepse edhe frutat e perimet sot po kultivohen në mënyra të ndryshme, po marrim importe prej gjithka që as vetë nuk e dim prej ka kanar, por gjithsesi t'jeni të bindun që janë më të mira se sa ato që janë të përpunume edhe kalojnë për shumë procese industriale që se kanë asnjë vlerë ushqyese. Janë të mira ta ngopin barkun, po mos të mendojmë ushqimin vetëm për me ngop barkun, të mendojmë ushqimin si vlerë me i çu trupit diçka të mirë. Na shqiptar Tashmë edhe periudha e verës e ka atë mendsinë kur po thotë që do të mu dobësu më shpejt, jo janë pushimet, jo diçka tjetër, gjithçysh e kanë mendin aty. Po të mundohen në qëtë formë, të fillojnë aktivitetin fizik, fillimisht një hecje lehtë, e cila nuk kushton kërkujt kur gjë me dalë mas drekës me hecë bile 15 minuta minimum. 15, kush ka mundësi edhe më shumë pse jo, se bën më mirë, por nëse pak kujdesen gjatë ditës për ushqimin, një hecje fillestare për 15 minutave, efekti ka më pas shumë shpejt. Shihet efekti. Nuk mundesh mi hup 1 kilogram për një javë në mënyrë shumë, domethënë shpejt. E pranvera prej krejt këtyre informacioneve që na i dhen, përfund ndonjë këshill për pacientët që dëshirojnë me përdorë Ozempikun, domethënë prej atyre që vjen me recetë në gjithsesi nga doktoresha dhe për të tjera të këshilla që i keni ju. Për ata që vinë me përshkrimin e mjekut, edhe për ata kam këshille dhe rekomandim gjithsesi, duhet konsultohen me nutricionista ose dietolog, edhe të kenë kujdes sepse duhet konsumohet ushqimi. Nuk është mirë të mbesim komplet pa ushqim për me humbë peshën, duhet konsumohet, por janë personat ata, domethënë nutricionisti, dietologu i cili përcakton çfarë vlera duhet i dërgojmë trupit, ndërsa për ata që vinë edhe kërkojnë kanë qef për estetik, për look, për pranverë mu bugati trupin, ju rekomandoj mos të tentojnë me provu se damet mund potencialisht të jenë të mëdha më vonë. Faleminderit shumë pranvera për këtë informacione. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit, natën e mirë dhe miru takofshim.